Në mjediset e Bibliotekës Universitare u zhvillua konferenca shkencore me temë Poetika e veprës letrare të Ridvan Dibrës, organizuar nga Fakulteti Shkencave Shoqërore Departamenti Letërsisë pranë Universitetit Luiç Gurakuqi. Pedagog, student dhe bashkëpunëtor të profesor Dibrës trajtuan tema si roli i ironisë, gjuhës dhe strukturës narrative në veprat e tij, leximi intertekstual dhe qasjet e reja digjitale në analizën letrare. Zakonisht konferenca të tilla bahen në mbylljet e opusit të veprës së një autori. Por nuk ka ndonjë arsye bindëse shkencore, sidomos për autorin tonë, me një cikël kaq të gjatë të krijimtarisë tij, që kjo konferencë mos bëhet edhe tani. Pra, studimi i veprës letrare të shkrimtarit Ridvan Dibra i shërben edhe vetë studimit të letërsisë bashkëkohore shqiptare, e cila, për shkak të afërsisë kohore me studiusit, ose që studiusit kanë aktualisht me të, ka mbetur relativisht e pa studiuar. Dibra është i autor i mbi 18 romane, 8 përmbledhje me tregime novela, disa drama, një poeme e tjerë. Një pjesë e veprave të tij janë përkthyer në disa nga gjuhët kryesore evropiane dhe ballkanase. Vepra profesor Ridvan Dibrës është një univers në vete, ku absurdi dhe realiteti ndërthuren, ku ironia bëhet një mjet i thellë filozofik dhe ku fjala merr një peshë të jashtëzakonshme në zbërthimin e njeriut dhe shoqërisë. Ai ka ditur të krijojë një stil të tij, një stil që nuk e ngatron dot, që nuk të lë indiferent, që të sfidon dhe të fton në një mendim të thellë. Franz Kafka i shkruan Të birit, të një ndër shkrimtarëve më brillant letërsisë shqipe, Ridvan Dibrës. Ky roman modern i tipit alternativist apo hipotetik i Ridvan Dibrës është marramenës. Vepra mbahet me një personazh vetëm përmes monologut ekspresiv të denj për artin skenik, i cili kthehet në një dialog fiktiv sa me gjyshin vëzhgues, sa me babajn letra shkrues, aq edhe me të birën e tij piktor. Vetë profesor Dibra mes emocionesh në fjalën e tij theksoi rëndësinë që ka patur në krijimtarinë e tij ky institucion i dijes, të cilit i kushtoi një pjesë të rëndësishme të jetës. Jam përpjek me dhënë më të mirën teme, dijet, korrektesën, por ka marrë shumë prej tij. E gjithë vepra jam në përshtim të ndoshta 2 veprave të para është shkruar në mjediset fizike të universitetit. Unë jam për aty në autorëve që nuk di me punu në shtëpi, për mu shtëpia është vend ku jetohet, ku përjetohet drama dhe nuk shkruhet. Nuk kam kënë gjendë asnjëherë me krijuar në shtëpi. Dhe gjithë vepra jem është realizuar në universitet. Shkrimtari Stefan Çapaliku në pamundësi për të qenë i pranishëm përmes një letre duke vlerësuar kontributin e profesor Dibrës, evidentoi faktin se Shkodra duhet me patjetër t'i japë vlerësimin e merituar një emri të tillë të letrave. Si bashkëpunëtor i jot, edhe pse do vjet më i ri, kam qenë dëshmitar se sa entuziaste ka qenë pritja, recepcioni i turrit tan letërsinë bashkëkohore shqipe. Për ne që realisht i gëzoheshim votimeve të shoqërit, dalja në qarkullim e librave si Konstituta Virgjër dhe Nudë ka përdorur një ngjarje kaq të rëndësishme sa ishim gati me pranu se krejt mirë ndonjë prej institucioneve tona kulturore këtu në Shkodër mund të mate emrin tanë. Konferenca u zhvillua në seanca paralele ku u trajtuan tema që përfshin analizën psikologjike, metafizikën e dashurisë, diskurset gjinore dhe vendin e letërsisë së Ridvan Dibrës në programet mësimore të arsimit. Ky aktivitet dëshmoi edhe një herë rëndësinë që ka profesor Ridvan Dibra në letrat shqipe bashkëkohore si dhe angazhimin e botës akademike për të analizuar dhe promovuar më tej krijimtarinë e tij.